në të gjithë këtë situatë, a shikoni në një moment skenarin më të keq që mund ndodhi që NATO mund shpërbëhet? Unë nuk e shoh këtë, ndoshta jam shumë pro NATO-s, por të gjithë jemi pro NATO-s, por problemi duke pas parasysh kush drejton sot Amerikën, aleancat që po bëhen, duke qenë Europa që po e shef veten që shkëputët se po ta kapim si treg financiar, Europa po i ikën Amerikës. Mendoj të kundërtën deri diku i lirë. Pse? Në dy arsye. Për dy arsye. E para, diskursi i Trumpit ishte njësoj, si në administratën e parë dhe të dytën. Fuqizoni, unë do iki nga NATO, po nuk rritët shpenzimet, buxheti dhe kaloi, kështu si me paterica, vendet vazhduan dhe rritën deri në 2%. Po bën të njëjtën gjë tani. Dhe nëse do ta shikojmë të gjithë narrativën e tij, ai vetëm po e forcon aleancën transatlantike, ku vendet duhet kemë parasysh që NATO apo traktati i NATO-s nuk është vetëm artikulli 5, Article 5, të gjithë për një dhe një për të gjithë. Traktati i NATO-s, artikulli ndoshta mendoj unë më të rëndësishëm është artikulli 3. Dhe për Trumpin artikulli më i rëndësishëm është artikulli 3, pikërisht sepse është artikulli i reziliencës kombëtare. Pra ti duhet forcohesh vetë që ti jesh pjesë e këtij grupi të të fortëve dhe ne të jemi partner të fuqishëm, asnjë në krah nuk do di këtë të dobët. Do ta marri dhe ta fuqizoj. Tu jam dakord, lidhem me këtë, unë jam dakord. Dhe nga ana tjetër, prandaj mendoj që NATO nuk ka ndonjë gjasa që të shpërbëhet, të paktën në 100 vjeçarin ku ne jemi. Dhe nga ana tjetër, pse Trumpi po mundohet të fuqizoj tregun europian, pra tregun e brendshëm, sepse Trumpi ka kuptuar që Europa nuk i shërben më Amerikës, por i shërben Kinës. Rotterdami është i zaptuar nga Kina, Belgjika po aq, ne po flisnim pak edhe për këto chain-et apo korporatat më të mëdha, dhe Brukseli apo Belgjika ka korporata dhe chain-et më të mëdha janë ato kineze. Kështu që Trumpi po krijon këtë shkundje dhe po e thot ju do të jeni një treg i përbashkët, por do të jeni një treg i përbashkët në shërbim të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ndaj mendoj që e gjithë kjo politika nuk vi kundërshtim kjo që se me tarifat që i ka vë, ky po e largon dhe më shumë tregjet. Po, unë mendoj që kjo është një fazë, nuk është se do të jetë një politik në afatgjatë. Trumpi apo Amerika në vetvete e ka bërë edhe me atë që ishte lufta e Turkis, vitet 60-70, lufta e gjelave të dedhe pulave.